Koalicioni fitues i zgjedhjeve të nëntshkurtit as të shtunën nuk e mori përgjegjësinë për dështimin në konstituimin e kuvendit. Përfaqësues të LVV-s u abartën përgjegjësinë partive deri tash në opozit për moszgjedhjen e Albulena Haxhiut si kryeparlamentare. Deputetja e koalicionit LVV Guxo Alternativa, Donika Gërvalla, tha se pasi asnjëri tabor politik nuk i ka votat, është në interes të opozitës të blej kohë e ta mbaj pezull situatën deri në sigurimin e numrave për qeveri. E për këtë ajo tha se PDK-ja, LDK-ja e AAK-ja janë në pritje të dritës së gjelbërt nga ndonjë zyrtar ndërkombëtar drejt zhbllokimit të situatës edhe nëpërmjet koalicionit me listën serbe. Vetëm dy alternativa ka. Ose koalicioni fitues e bën qeverinë, ose opozita bën qeverinë së bashku me listën serbe. Këto janë dy koalicionet e mundshme, nuk ka koalicionet të tjera, se nuk mund vinë jashtëtokësorët sigurojnë vota për partitë opozitare. Prandaj opozita po heziton, sepse e din dëmin politik që shkakton një koalicion me listën serbe dhe si duket pret ndihmë nga jashtë. Cila është ndihma nga jashtë? Pritet ndonjë ndërkombëtar i cili do t'ju japi arsyetimin për të thënë që ja ne zdeshtëm, por na thanë ndërkombëtarët apo na tha ky apo ai. Refuzimin e dytë për t'i dhënë mundësi votimit të fshehtë, Gërvalla e kualifikoi shpërfaqje të mosbesimit që drejtuesit opozitare kanë karshi deputetëve të tyre, e për LVV-n tha se nuk përfshihet në pazare politike. Ne alternativa kemi ofruar në vazhdimsi për të dalë nga kjo bllokat, çfarë ne nuk kemi ofruar kanë qenë pazaret. Nëse përvoja e skaluar është që vetëm pazaret çojnë në zhbllokim të kësaj situate, atëherë duhet llogarisni që nuk do të ketë zhbllokim. Por përfaqësues të partive opozitare e akuzuan vetëvendosjen se nuk ka interes për të prodhuar alternativa. I ftojmë që ta ndrojnë kandidatin, që të vinë e të sjellin një propozim i cili vërtet mund të jetë rrugdalje, që mund të marrë shumicën e votave të deputetëve, ta konstituojmë kuvendin dhe të japim rruga fatëm kushtetuese për themelimin e qeverisë. E dim edhe nesi që dini edhe ju. Albin Kurti nuk ka vota me u bë kryeminist. Dhe kjo është arsyeja themelore pse po e mban peng shtetin. Nuk i kanë votat për formimin e këtij komisionit, nuk i kanë votat për lojrat e tyre politike që po i bëjnë, dhe nëse nuk ndryshon qasje, kështu do të vazhdojnë dhe faji është televizës vetëvendosit. Në LDK thanë se nuk mund të llogaritet në votën e tyre as të hapur e as të fshehtë për ta zgjedhur kryetaren. Televizja vetëvendosje ka ndryshuar strategjinë në vend që të vendos aty emrin e Albulena Haxhiut, ka bën një taktik dhe po kërkon votë për një komision për votim të fshehur, e cila tashme e kemi diskutuar, e kemi argumentuar, jo vetëm ne, po edhe njerëz dhe profesionistë që janë jashtë kuvendit të Republikës së Kosovës dhe që nuk përfaqësojnë parti politike, që është shkelje ligjore dhe kushtetuese ndryshimi i mënyrës së votimit në proces. Pas dështimit për të 6-ën herë të votimit të Haxhiut, kryesuesi Avni Dehari në 2 vazhdimet e fundit të seancës i ndërpreu punimet menjëherë pas kundërshtimit të formimit të komisionit për votim të fshehtë.